Shpresa dhe mbështetja amerikane për Kosovë. Prezantohet amendamenti në mbështetje të Kosovës nga kryetari i Komitetit për Punë të Jashtme të Dhomës së Përfaqësuesve, Brian Mast. Ky hap tregon dy gjëra të rëndësishme: historia e kundërshtarëve të Kosovës dhe politikë bërëse të qeverisë aktuale është e papastër. Mbështetja amerikane nuk ndikohet nga deklaratat e izoluara të ambasadës apo zyrtarëve, thot Akim Aliçkaj. Suksesi tregon rëndësinë e lobimit të vazhdueshëm në Amerikë, siç ka bërë për dekada organizata Albanese for America në bashkëpunim me kongresmenin Keith Sell. Interesat strategjike të Shtetit Bashkuar formohen përmes bashkëpunimit mes administratës dhe Kongresit dhe mund të ndryshojnë gradualisht sipas interesave afatgjata të vendit. Ky amendament tregon një mesazh të qartë pse 5 shtete evropiane që nuk e njohin ende Kosovën, SBA nuk e ka lënë Kosovën pas dore dhe vonesa e tyre ndryshon faktin që Kosova është shteti pavarur përjetësisht. Nëse miratohet, amendamenti do të godasë ëndrat e Serbisë për të rikthyer kontrollin mbi Kosovën, dhe se nuk miratohet, ai do të shërbejë për të frenuar armiqtë e Kosovës. Ky është simboli i shpresës së mbështetjes amerikane. Roli dhe rëndësia e Amerikës për Kosovën dhe kombet shqiptare është e qartë: për të mbrojtur interesat duhet bashkëpunim i vazhdueshëm. Në këtë moment vendimtar, udhëheqësit e Kosovës, presidenti Vjosa Osmani, kryeministri Albin Kurti, duhet vazhdojnë kujdesshëm kursin e tyre, thot Aliçkaj.